e njëjta përpjekje, do thotë subjekteve opozitore që kryesisht të gjejnë justifikim për dështimin që kanë mësuar, dhe kjo është dështim flagrant. Sidomos dështimin më të madh e ka pësuar këtu Partia Demokratike e Kosovës prej subjekteve të kampit opozitor. Po për shkak se ka humbur deri në 40.000 vota ka humbur. Do dhe tash, nëse Kurti është përgjegjës që me krizat që i ka prodhuar, ka ndikuar në zhgënjimin e qytetarëve të Kosovës për mosdalje. Si mund të justifikohet Partia Demokratike e Kosovës që nuk ka arritur ta përvetsoj për vetit, shndrohet në forcë për mobilizim politik alternativ ndaj lëvizjes vetëvendosje për shkak të këtyre krizave kjo që atë votues që kishte më herët. Dëgjoj, pse ndëshkuan edhe Partinë Demokratike të Kosovës elektorati i saj kur përgjes qenë ka Kurti për krizat. Nëse Kurti ka arritur që nëpërmjet shpërndarjes financiare, do thotë, nëpërmjet shpërndarjes mjedis të pabarabartë. Të krijojë mjedis të pabarabartë. Këto vota që nuk i kanë shkuar Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë do t'i kishte blerë, do t'i kishin shkuar lëvizjes vetëvendosje. Mbas edhe i kanë shkuar këtë. Mbas edhe i kanë shkuar, nuk e di mirë, por kësaj i mungojnë këto vota. Interesante është, zonja Qitaku përmeni rikonfirmimin, siç tha, të pozicionit saj përfaqësues politik të PDK-s në përqindje dhe të deputet. Dhe humbje të përfaqësues. Shmangu numrin e humbje në përfaqësimit të popullit. U tregua kujdesshme mbase që të mos përmend numrin e vota sepse aty nuk qëndron mirë. Bashkimi Limajt nuk dha rezultate. Në Malishev së paku vëret nëse mund ta them një bojkot i madh i votuesit të zotit Limaj. Kosova nuk ka prag të pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhjeve. Jo. Nuk ka. Dhe sikur po e zonë kishin marrë pjesë vetëm 5% e qytetarëve të Kosovës, sepse na tendencë po shkohet, 5% zgjedhjet do të kishin konsideruar legale dhe legjitime. Në këtë situatë hipotetike, mbase Partia Demokratike e Kosovës do të kishte 35 deputet. Kjo do të ishte fitore për drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për drejtuesit e PDK-s dhe për deputetët e saj. Por është humbje e përfaqësimit politik qytetar. PDK-ja ka humbur sa i përket përfaqësimit politik qytetar. Që kanë fituar më shumë deputet, le t'i gëzojmë këto opozita, u urojmë suksese, le ta dëshmojnë veten më mirë që të pozicionohen kundër Kurtit dhe jo as kemi vijat kuqe kemi sepse edhe kjo ka ndikuar, do pikërisht kjo pa aftësi dhe kjo pa qartësi për të pozicionuar si duhet politikisht në raport me Kurtin është reflektuar në Se nuk pati rezultat zoti Limaj mobilizimin e votës titazëm në habitatin Malishev. Ne e dim si ka shku i gjithë procesi. A keni pritur që do të faktori Limaj të prodhoj? Nuk kam pritur sepse as shumë për shkak votë më shumë për PDK. Jo sepse ne ky ndëshkimi, ky trupi elektoral që mori pjesë kësaj herë në zgjedhje është gati 200.000 vota më pak. 200.000 vota më pak. Dhe ky numër votuesish base ka prekur edhe PDK-n. Edhe votuesin e PDK-s që kishte votuar këtë parti në dhjetor, në shkort e kështu me radhë vit kaluar. Dëgjoni, ajo që tash mund të spekulojmë pasi njëra prej arsyeve është që mënyra se si ishte qasur Partia Demokratike e Kosovës bashkëpunimit eventual me Limajn duke që ka lënë një shije të hidhur tek mbështetësit edhe të vetë zotit Limaj. Fillimisht kishte refuzim shumë të madh për ta pranuar, më pastaj dërgoi letra zyrtare dhe në fund dëshmoje veten që i denj për Partinë Demokratike të Kosovës dhe tek atëherë mund të shërtohet opsioni i një bashkëpunimi eventual zyrtar. Për fest apo jo? Edhe me këtë rezultat, me PDK sipas jush. Ta gjua një fjalë urtë popullore thotë gjua është prej tulit. Mund thuhet shka dush, por ky subjekt politik së bashku me lëvizjen vetëvendosje kanë humbur sa i përket aftësisë përfaqësuese të qytetarëve të Kosovës. Sa i përket përfaqësimit do të kemi të kurrje të përfaqësimit politik. Ka fitore të deputetëve. Ka fitore, ka buxhet më të madh për ndarjes së KQZ-s e tjera, për shkak sepse me numër deputetëve ndahet edhe buxheti. Por atë përcaktohet dhe forca politike ka solli, apo? Këto fitore taktike nuk mund të morën, por është humbje e jashtëzakonshme politike. Partia e dytë opozitare ti humb gati 50.000 vota. Këtu dikush duhet marrë përgjegjësi politike. Për ju, duhet të marrë që sot duhet marrë përgjegjësi politike sepse votat 198.000 sepse votat që i ka humbur lëvizja vetëvendosje, adresa e parë ku është dashur të shkojnë këto vota,
sikur t'ishte një mend Partia Demokratike e Kosovës një subjekt i përfaqësimit politik opozitor, masën më të madhe është dashur të shkojnë në drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës. Por si alternativë, ka qenë forca e dytë opozitare. Ndodh 50.000 vota forca e dytë opozitare. 100 sa 20-30.000 vota që humbi ende s'po operoj me numrat saktë për shkak që do ta presim certifikimin përfundimtar. Por mbi ato 100.000 vota që humbi VV, do duhet rrethana normale politikisht ti shtoheshin përpas atyre që i ka pasur PDK-ja me 28 dhjetor, spaku do duhet të shtoheshin edhe një 30.000 vota. Por kësaj jo vetëm që nuk janë shtuar, por janë humbur, i ka humbur edhe 50.000 vota. Që është nevojën e përgjithësisë. Absolutisht, nëse ky subjekt politik don mirëfilli, don mirëfilli që të adresoj defektet e saj politike, tema e parë që duhet ta shtroj para vetes është tkurrja e saj tkurrja e saj elektorale, jo fitoria e numrit të deputetëve dhe e përqindje, sepse përfaqësimi politik është edhe vullnet, nuk është vetëm çështje statistikore, siç ka thonë Churchilli me sa diun në serb don mi mashtru njerëz përdori statistikat, si Albini që i përdor statistikat për rritjen ekonomike, por na e dim çfarë është gjendja reale ekonomike, edhe në këtë rast PDK do të me të njëjtën logjik po përdor statistika përdor statistika për ta mirëmbajtur iluzionin që është forcë përfaqësuese alternative, por këto zgjedhje dëshmuan që qytetarët e Kosovës nuk e njohin si të tjerë. E dënuan edhe këtë. Edhe ato si kundërbas edhe partinë dhe pritjen që kishte zoti Abdi Xhiku.